Në vazhdim pra japim fjalën Ademit që na i kënon një ilahi, po para se më na i kënon këtë ilahi, që shpjegoj për historinë e kësaj ilahie. Në Shkup ne kemi pasur atje një hoxh në madh shumë, para një 100 vjetëve, e ka pasur emrin Ataullah Efendia. Ky hoxh i cili ka studiuar në atë kohë, do të thotë në Universitetin e Marmaras, kur kanë ardhur trazirat e Kemal Atatürkit, e kanë prunë tek nena ka Shkupi, do thotë në tabut, e kanë shtin tabut si dek demeke dhe e kanë kurtalis. E masani kur ka ardhur këtu, ka themelu do thotë një medrese, e cila medrese do thotë në atë kohë ka prodhu hoxhallar. Edhe çata hoxhallar do thotë janë kanë gjenerata para profesor Mahirit, do thotë të cilët e kanë përhap davetin do thotë në këto troje tona këtu. Po këta do thotë shpjegimin e fesë se kanë pas gjuhën turke. Edhe ky hoxh do thotë ilahite dhe ato fetfate dhe punimet e veta që i ka pasur, do thotë i ka pasur në gjuhën turke, e ka pasur do thotë një ilahi shumë interesant, të cilën ja ka kënu komunistave hala para se më ardh. Do thotë hala para se më ardh komunistat ja ka kënu do thotë këtë ilahi turqisht. E këtë ilahi pastaj Ademi ka përshtat do thotë në gjuhën shqipe, e do ta lutem që na lexon këtë ilahi. Urnoni. Erdhe dhe shkoj jeta për mu, zemra m'asht nxi, gjunahet m'kan lum. Erdhe dhe shkoj jeta për mu, zemra m'asht nxi, tu indjek dunja nuk më shtrova, Allahu të rog, sun ju bana. Tu indjek dunja nuk më shtrova, Allahu të rog, ta si slatun kur për Allah, as baliem secde s'karon. Ta si slatun kur për Allah, as baliem vjet i kanë shpet tash po qana, Allahu të rog se s'ju bana. Vjet i kanë shpet tash po qana, Allahu të rog se s'ju bana. Vdekja po m'pret, o more vlla, e unë për këtë din kur gja nuk kam bon. Vdekja po m'pret, o more vlla, e unë për këtë din kur gja nuk kam bon. Kjo toki ka tret shumë sultana, Allahu të rog qysh ju bana. Kjo toki ka tret shumë sultana, Allahu të rog qysh ju bana. Nisja më puna
vlla për ahiret, se gjithmonë kjo botë për kujt s'ka me imet. Ja Allah puno, vlla për ahiret, se gjithmonë kjo botë për kujt s'ka me imet. 2 metre qefin, koka kjo dënja, Allahu të roh, qish mos me ju bo. 2 metre qefin, koka kjo dënja, Allahu të roh, qish mos me ju bo. Do thot njeri jeton sa të jeton këtë jetë, bone sa bone mas promti 2 metra ven, apëtën. 1 me 2, apëtën. Masë në plus këtë nunë drosat, bone të halo me vogël se 1 me 2, po që shka akon musliman ju zgjanohet, po që shka akon jashta muslimanit, do thot brin t'i hin ati mrena qetrës. Inshallah Zotin Harun do thot prej tinve. Ashtu që njeri nuk do të më habit mas dunjojës, se më kanë çfarë sultani dhe çfarë mreti dhe kujt da di se kush më kanë, një ditë do të më nda. Ja i cili dohet me la ilaha illallah i ka punë të mirë, dunjë dhe ahiret. Ja i cili ndahet ndryshe, inshallah Allahu na ruan prej tyre.